dhe me çfarë pozicionit vështirë ka qenë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Shikojeni çfarë. Meqense ata kishin lexuar në Teurat, në Injil, për ditë dishin shumë gjëra. Pra e dishin kush është Xhibrili, kush është Mikaili, kush është Musai, kush është Isai. Megjithëse Isai nuk e besojshin. Shumë gjëra dishin nga feja, domethënë nga besimi, shumë gjëra dishin. Edhe i thonë, kush është që ta bën shpallin? Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam thotë Xhibrili. Ata i thonë, ne nuk e duam për Xhibrilin sepse krejt nga tresat ne i ka pranuar Xhibrili. A imagjinoni? Tha, ai ka bën shumë nga tresat. Po të ishte Mikaili, tha, i cili na zbret shiun që është mëshirë, ne do ta besojmë Kur'anin. Shifeni. Domethënë rreth këtyre fjalëve, pyetjet dhe përgjigjet që i jepshin jehudët, kemi të bëjmë me rreziqe të mëdha shumë. Pra e para, ndërhyn punë të Zotit. Pse ne mund ta gjejmë kush do ta zbresë shpallin, Xhibrili apo Mikaili? Xhibrili nuk është i saktë, Mikaili është i saktë. Ata e duam e kemi armik, thënë Xhibrilin. Ai është armik i jonë, sepse na ka sjell shumë dome. Të ishte Mikaili, po. Shifeni. Pra ndërhyn në çështjet e Zotit xhel xhelaluhu, që domethënë edhe ata që janë mosbesimtar nuk janë të këtij kalibri të rrezikshëm. Sesa këto lloj besimtarësh jehud. Ata janë mosbesimtarë, nuk besojnë në Kur'anin, në pejgambert e Zotit, nuk besojnë në shpallje, mbaroi puna këtyre. Akoma më të rrezikshëm. Pra ata nuk besojnë dhe nuk ndërhyjnë më gjatë. Nërsa këta besojnë, edhe shife çfarë lloj besimi, që ne thotë e kemi armik Xhibrilin. Çfarë i thotë Allahu? E pra, nëse ju i thotë e keni armik Xhibrilin, Allahu është armik i juaj. Është armik i juaj. Nëse ju thotë edhe pejgamberit i keni armiq, edhe melekët e tjerë i keni armiq, atëherë thotë Allahu është armik i juaj. Pra ju që e keni shpall armik Xhibrilin, pejgamberin sallallahu alaihi wasallam, librin e Zotit. Allahu e sqaron aq i bukur lezën rreth kësaj çështje, dhe ne kur kemi parasysh që flasim për shembull për Xhibrilin alayhis salam, ai është shpall si besnik.